vdekja e vllaut Xhesit top lajmi këtyne ditëve. Se punë të tjera si shoqni, krejt i kemi në Terezi, e veç me çto tema na ka metë mu marr. Kosova e ka humbë Eldionin, një djalë të ri 15 vjeçar, një potencial për me kontribu në këtë vend e me lullzu me jetën e vet. E ne në vend se me diskutu humbjen e tij e me përmend emrin e tij, ne edhe në këtë rast fokusohem tek temat si Big Brother. Se kush kemi pa Xhestin, a e përqafi shumë a pak, e aty s'kishe çka sheh, krejt me telefona në dorë tu bo foto e video. Njeri vdes tragjikisht e na edhe qët rast tentojmë me e shfrytzu për vëmendje e klikime. Seriozisht shumë marre. Na mundemi me paramendu se çush mundet me qenë familja e këtij djali. Njerëzit janë mërzit vet, hala të mpinë emocionalisht. E na e shpërndajmë njerin e vdekur, e shpërndajmë se çush Xhesti ka reagu në momentin kur e ka kuptu, do të thot krejt kjo është në kundërshtim me të gjitha normat sociale. Qysh ndikon vdekja psikologjikisht tek familjarët? Në rastet e tilla të vdekjeve të papritura, njerëzit apo familjarët mpihen emocionalisht duke mos ditë me e perceptu apo pranu realitetin. Pastaj, pas një kohe, vjen koha e përjetimit të pikëllimit dhe të mërzisë, që shoqërohet shpesh edhe me ndjenjen e fajit, se nashta unë kisha mujt me bu kët e atë në mënyrë që mos me ardh deri tek kjo. Tash, llogariteni, këto e përjeton secili familjar kur vdes dikush i afërt i familjes. E tash paramendojeni edhe presionin social që i është bë familjes e Eldionit. Krejt me telefona në dorë tu xhiru. Kërkush nuk nalet me thonë tulna edhe të bëj dua për këtë njeri që ka vdek, për këtë shpirt që e la këtë botë. Në këtë rast vdekje është e pamundur pa e lidhur dhe aspektin fetar. Muhamedi a.s. e ka ndalu me shkel mbi varre edhe me i trajtu ato me mos respekt. Tash të reflektojmë na se sa e respektum varrimin e këtij djalit të ri.